Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë virtualisht në samitin për zgjerimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Rama u shpreh se Shqipëria po bën hapa të mëdhenj në luftën kundër korrupsionit. Ai tha se drejtësia në vitet e fundit nuk po sheh as majtas as djathtas dhe po godet çdo që kryen korrupsion. Shqipëria po bën diçka të paparë dhe unike në të gjithë rajonin. Reformën tonë në drejtësi dhe njohjen nga ana jonë, jo vetëm de jure, por dhe de facto të pavarësisë së drejtësisë. Dhe veprimtaria e plot e strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka krijuar praktikisht në Shqipëri dhe për Shqipërinë shembullin se lufta kundër korrupsionit është diçka që shkon shumë përtej fjalëve, shumë përtej sipërfaqeve, shkon shumë thellë. Very, let's say, balanced. Dhe është tejet e ekuilibruar pa parë në të majta në të djathta, pavarësisht se kush është në qeveri, kush është në opozit, kush ka qenë në pushtet apo kush është në pushtet dhe me shumë fakte që tregojnë se ajo çka kur nuk ishte ndodhur në Shqipëri që prej pavarësisë e krijimit të shtetit parashqiptar në 1912 deri në shumë pak vite më parë, po ndodh gjatë viteve të fundit, diçka që asnjë vend tjetër në rajon s'mund të pretendojë dot se e ka bërë. Ne pranojmë ndihmë, por nuk pranojmë leksione nga askush kur vjen fjala për luftën kundër korrupsionit. Kreu i qeverisë shqiptare tha se vizioni i tij është që vendi ynë të ulet në tryezën e BE-s në vitin 2030. Për këtë duhet pyesni Brukselin, por aq sa më takon mua, mund t'ju them se 2030-a nuk është një datë që e kam parë në ëndër, por një afat që vjen si rezultati një përllogaritjeje shumë të thjeshtë. E nisim nga fakti që së bashku me Komisionin, në konsensus të plot me Komisionin, kemi rënë dakord mbi një kalendar që është mjaft ambicioz, por i bëshëm, detyra shtëpie për ne, për të mbyllur bisedimet e antarësimit, negociata deri në 2027-ën. Ka mundësi për të bërë dhe më shpejt në gjysmën e parë të 2027-ës, por le të themi në fund të 2027-ës. Pastaj, koha mesatare që kemi vlerësuar kur vjen fjala për ratifikimin nga 27 parlamentet i vendimit është rreth 2 vjet dhe kështu parashikojmë që Shqipëria të ulet rreth tryezës së BE-s në 2030-ën. Po sigurisht nuk kemi as pak kundër të qenit atje dhe më shpejt. Mund ta them me zë të lartë që jemi më euro-optimist në Europë, apo ashtu siç do të thoshte Donald Trumpi në tokë. Rama shtoi mëtej se brenda vitit 2027 prokurimet publike do të kryhen në mënyrë transparente me inteligjencë artificiale. Po ashtu foli edhe për diellën ministren e gjeneruar me inteligjencë artificiale, ku tha se është në pritje të lindjes së 83 fëmijëve të saj. Jam i sigurt që keni dëgjuar që diella është shtatzën. Dhe është shtatzën me 83 foshnja bazuar në ekografinë e fundit. Kësaj na duhet që të presim që të lind këta 83 bebe dhe ndërkohë dua t'ju them diçka që nuk është diskutuar shumë, që jemi i vetmi vend në këtë proces që kemi përdorur inteligjencën artificiale në transferimin e akik komunitar në korpusin ton ligjor, duke e bërë procesin më të shpejt ndonjëherë, jo vetëm sa i takon përkthimit, por edhe analizimit të ndikimit dhe hartimit e përgatitjes së të gjithë paketave ligjore për t'u miratuar në parlament. Kreu i qeverisë theksoi po ashtu se Shqipëria e ka të merituar vendin në Bashkimin Evropian.